Nëse do të ketë rritje të menjëhershme dramatike të çmimeve të naftës dhe derivateve të naftës, qeveria do të intervenojë. Kështu u përgjigj kryeministri Kristian Mickoski në pyetje nëse pritet të rriten çmimet nga Komisioni Rregullator i Energjetikës, edhe pse siç u shpreh, KRE është trup i pavarur dhe ai nuk i komenton vendimet e tij. Nëse ka një rritje të menjëhershme dramatike, ne në seancën e qeverisë do të intervenojmë. Kemi disa opsione në dispozicion, nëse do të ulim akcizat apo tatimin e vlerës së shtuar. Kështu që ne si qeveri absolutisht do të jemi në anën e asaj që është interesi jon, dhe ai është standardi i qytetarëve. Kryeministri njoftoi se kanë pasur takime distributorët e naftës dhe derivateve të naftës dhe se konkluzioni i përbashkët i atij takimi është që absolutisht ka naftë të mjaftueshme në shtet dhe porositi qytetarët që të jenë të qetë. I pyetur për informacione se në disa pompa të benzinës ka qenë ndaluar mbushja e veturës pas orës 22, me qëllim që naftën që e kanë blerë me çmim më të lirë ta ruajnë për ta shitur më shtrenjtë, kryeministri paralajmëroi sanksionimin e tyre. Kishte informacione të tilla. Inspektorati Shtetëror i Tregut është në terren. Kemi informacione nga terreni se çfarë po ndodh, kështu që çdo sjellje deviante do të sanksionohet sipas ligjit dhe rregullores. Çmimet e reja të derivateve të naftës Komisioni Rregullator i Energjetikës pritet i publikojë të hënën.